Qëndroj ta asaj që ke thënë, ta mos ndryshova, se po ndryshova e ti do kalbesh në burg. Qa moshe ke hyrë në burg? 18, sa po i bëra. Po momenti më i errët në burg, kush ka qenë? Ka qenë momenti kur jam arrestuar dhe në momenti kur më kanë dënuar 20 vjet. E kam mbajtur kokën lart vetëm për të vërtetën se unë një gjë që nuk e kam bërë, është e vërtetë që unë nuk e kam bërë. Nuk doja të flisja fare me njëri. Shikues të emisionit Uniko, kemi ardhur në shtëpinë e Tina Pajollarit në Marian të Korçës. Një histori e cila zgjat prej më shumë se 3 vite e gjysmë, bëhen 4 vite në qershor të këtij viti, dhe një histori e cila nuk po gjen zgjidhje dhe nuk po zbulohet e vërteta pavarësisht se sipas prokurorisë Tina Pajollari dhe 3 personat e tjerë, Bledi Angjo, Walter Mollaj dhe Ilir Mollaj, janë pjesëmarrës dhe persona në djeni në vrasjen e Martin Çeços me datën 12 apo 13 qershor të vitit 2022. Martina, ti je liruar nga burgu me datën 27 Mars. 2026. Po. Sa vite ke bërë burg? 3 vjet e 5 muaj. Si është një ditë e zakonshme për ty tani në arrest shtëpie? Tani është më mirë patjetër se jam në shtëpi, po e mbyllur patjetër si Vetëm këtu, po patjetër, obori vetëm dhe shtëpi, po. dera shtëpisë. Po. Si ndihesh? Tani ndjem pak më qetë, Çfarë bën? Cila është përditshmëria jote? asi është në shtëpi, këtu në brenda Me kërri, me mamin, me babin. çfarë të lodh më shumë emocionalisht në këtë periudhë? Patjetër e lodhur se sapo kam dalë, momentet kur kam qenë brenda, të gjitha. I kujton prap? Patjetër që po. Çfarë ka ndryshuar më shumë tek ti? Gjatë burgut dhe tani që ke dalë? Sepse Vetëm pjesa që jam në shtëpi, kjo, jam më e qetë, patjetër aty çdo ditë ishte shumë e stresuar, shumë e rëndë. e rënd. Tjetër, po. Pjesa që jam më e qetë, jam në shtëpi, jam me familjen, Si e kujton ditën e parë në burg? shumë keq. A mund të më përshkruash ndonjë detaj, ndonjë të dhënë e cila na shërben për të momenti kuptuar më kur shumë? më dhanë arrest me burg, Si ndodhi që të thirrën, të arrestuan dhe nata e parë në burg? A mund të më momenti kur më arrestuan. kur të arrestuan dhe Po, pastaj patjetër, nata e parë në Kam burg? qenë në Vlorë dhe më ka ardhur oficerja këtu, Klau, vjen ka ardhur këtu Ktu, në shtëpi, po. Në Marian, ti ke Po. qenë tek ishi fejuari? Po, në Vlorë. Po? Në momentin që ka ardhur ajo këtu, më ka marrë mamin telefonin dhe ajo ishte këtu. Po. E më doli në telefon dhe më tha Martina, duhet të paraqitesh në drejtori, tha nesër. Okej, është patjetër, paraqitem. Shkova unë të nesër, më paraqita në komisariat. A ditë më arrestuan. Çfarë të tha? Çfarë pate komunikim me të? Me Me oficerën, kush ishin aty kur të ishte arrestuan? oficerja Klau Grenaj dhe Nardi Ndreka? Ndreka, po. Po? Këta dy ishte dhe ai Vangjushi. Vangjush Mekshi? Po, nuk jam më shumë. Po? Po, Klau dhe më tha që ne ti kemi bërë letra, tha ti je për burg. Je arrest me burg. Po përse i pyete? Po, akuzoheshta për vrasje. E Martinit. E Martinit, po. Tjetër gjë, tha një gjë tjetër specifike, pate komunikim tjetër? Në atë moment jo, Pastaj më parë që më kanë marrë dëshmit, atëherë ka pas shumë. do kthehemi prapë aty, po këtu thanë thjesht do arrestohesh, pjesë tjetër që tani do kalbesh në Po burg. patjetër, qëndroi ta asaj që ke thënë, ta mos ndryshova, se po ndryshova e ti do kalbesh në burg. Kush ta Na tha? tha Klau Grenaj. Sërish. Po, patjetër. Natën e parë ku e ke kaluar? Pas arrestit. Pas arrestit, në komisariat aty. Qa po mendoje? Isha ndje në dhomë, çfarë po mendoja veç po qaja, po isha shumë e stresuar, patjetër. Pate komunikim me njeri? Jo, aty jo. Po para arrestit, je takuar me njeri, se prokuroria thot je takuar me njerëz të kanë trysnuar për të detyruar që mos t'japësh këtë dëshmi. Jo, s'është e vërtetë, jam takuar as me një, unë kam vajtur nga Vlora, kam shkuar drejt edhe në Aty thuhet që keni folur me bashorten e Emilianit, më duket, me para se sa të arrestoheni, apo
apo keni vajtur direkt? Ke pas komunikime me bashkëshortën e Po, Emilianit? kam pasur, po nuk më ka thënë asnjë gjë fare që të ndryshoj. Thjesht më ka takuar dhe kaq, edhe kam ikur në komisariat. Po pastaj kur të çuan, kur u dha në gjykatë që ti do të vazhdosh të qëndrosh në burg. Po. Si e përjetova? Shumë keq, patjetër. Mund të më japësh ndonjë detaj, ndonjë të dhënë kur çuan në burgun e Pogradecit? Jo, në burgun e Tiranës, në Alidem. Të kanë Kam çuar në qenë Alidem atje, po, fillimisht. Po. Kam vajtë aty, as nuk haja, as nuk pija, thjesht kam qenë shumë keq apo. As nuk haja, as nuk pije. Patjetër, po. Kam qenë shumë keq. Ishte Për fillimi sa kohë patjetër. zgjati kjo periudhë? Po, 1 muaj po njërë në fillim. Pastaj avash avash, Me kë ke qëndruar në dhomë ditët e para? vetëm. Në fillim. Të lanë vetëm apo doje vetëm të rije? Jo, më kanë lënë vetëm për arsye se isha dhe në moshë të vogël dhe aty ishin rregullat që duhet rija vetëm. Deri në momentin që kanë ardhur moshatarët e mi, atëherë më kanë futur në dhomë. Ti ishe më e reja në burgun 325? Po, isha më e vogël. Qa moshe ke hyrë në burg? 18, sapo i bëra. Kur hyre brënda në burg, patet kontakte në ajrim gjatë kohës së ushqimit me të burgosurat e tjera? Po, Si të mua pritën? shumë mirë. Po, ndërkohë shumë mirë thua se ti kishe një akuzë për vrasje. Patjetër, po, ma kanë thënë që ti je, tha që ka ndodhur kjo, dhe unë e kam shpjeguar, e kam thënë të vërtetën time që nuk jam, nuk e kam bërë unë Të atë gjë. besonin ata në burg, pra të burgosurat e tjera apo të paraburgosurat e tjera, se ti ke patur statusin e të Po. paraburgosurës. Po, tani, me sa pa shumë, nuk e seta në një reagim të keq, po, nuk e di. Ka pas ndonjë situatë tensioni me ndonjë të burgosur aty brenda? Jo, asnjëherë. Asnjë. Jo. A mund të më tregosh pak si kalonte një ditë e zakonshme për ty aty brenda? Si, të njëjta çdo ditë, ngrihesh nga gjumi, vije vërdalla aty. Cili ishte aktiviteti ditor? Kishte edhe kështu aktivitete që vinin, venin në aktivitet. Po, nuk dilja, rria veç në dhomë. S'kisha, nuk s'dilja. Cila pjesë e ditës ishte më e vështirë për ty? Atje ishte dita e gjithë shumë e vështirë. Po momenti më i errët në burg, kush ka qenë? Ka qenë momenti kur jam arrestuar dhe në momentin kur më kanë dënuar 20 vjet. Këto dy momente mban si më Po, të errëta? shumë. Përse? Në momentin që mua më dha 20 vjet, unë kam qenë vetë në gjykatë, kam gjuar dhe kam përjetuar shumë keq. Kam bërë shumë Çfarë ke shumë bërë keq. në atë moment? Si kam vajtur atje në burg, kanë çuar në infirmeri, në moment u bëra shumë keq dhe nuk mbaja Ke mend vajt në asgjë. infirmeri, a? Patjetër, më kanë çuar në infirmeri dhe nuk mbaja mend asnjë gjë. Kur u dha dënimi ti ishe zhvendosur në burgun e Pogradecit? Patjetër, po më çovi policia, siç më shoqëronin. Atje të kanë çuar në infirmeri, sa të kanë Po, mbajtur? patjetër, kam vajtur në infirmeri, po, nuk e di sa më kanë mbajtur, po mbaj mend kur kam dalë. S'mbaja mend për momentin, nuk mbaja mend asgjë. Qa ke thënë? Ke folur me avokatin, ke folur me familjarët pas këtij momenti, ky moment? Po, kam. Çfarë ju ke thënë? I kam marrë në telefon dhe thjesht veç kaq kam thënë që më kam marrë edhe 20 vjet, edhe nuk flisja më shumë mbyllja telefonin. A ka patur një moment kur ti personalisht ndjeve se nuk mund ta përballoje më situatën dhe burgun? Po, shumë. Po. Në momentin që unë mora 20 vjet, nuk s'kisha më fare, thash s'ka me. Mu pren shpresa fare, nuk mendova as për apel, as për gjë fare. As frazi. Fare as për gjë. Me kë komunikoje, me kë flisi? Me familjarët e mi, mamin. E beson sot se ke dalë, Jo, nuk më flas besoj. psikologjikisht se realisht ti ke dalë dhe je në shtëpi, Po. je në gjysmë liri, le të themi. Po, prap nuk më besohet. Më duket sikur vetë jam këtu momentin e kam akoma atje, më duket sikur Po, jam. Pse të humbi shpresa? Patjetër që më se të marrësh 20 vjet, nuk është e lehtë. A je ndjen ndonjëherë vetëm aty brenda? E pa mbrojtur flas. Po, ka pasur momente që po. Mund të më veçosh ndonjë moment caktuar që mund të ma përshkruash? Po, doja moment të rria vetëm, më kapte mërzia, stresi, rria vetëm në dhomë, qaja. Po mirë, çfarë të mbajti? Që të mos dorëzoheshe dhe të vazhdosh Po, betejën tënde për atë Po, që ti mbajti- pretendon sot se është e vërteta, që ti s'ke dieni dhe s'ke marrë pjesë, Po. ndërsa për prokurorin ende sot që flasim ka akuzë që ti je e përfshirë dhe ke dieni për vrasjen dhe ke marrë pjesë në vrasjen e Martin Çeços.
në mjetin e Valtermollit? Mua më mbajti vetëm e vërteta, sepse unë e di që nuk e kam bërë një gjë të tillë. Dhe as se kam ulur kokën për 3 vjet sa kam qenë në bukë, dhe as kam për ta ulur Nuk e kur. ke ulur kokën. E kam mbajtur kokën lart vetëm për të vërtetën se unë një gjë që nuk e kam bërë, është e vërtetë që unë nuk e kam bërë. Patjetër pse erdhën deri në këtë moment? Patjetër që erdhëm se merr dëshmit, bënte çfarë donte qefi, sa di më mbante në hotel nga 3-4 ditë. Kush të mbante në hotel? Oficere policisë Klau Ogrena dhe Nardi. Leonard Ndreka. Po, patjetër më mbanin atje Në çfarë hoteli? Në hotelin ishte aty afër komisariatit, nuk më mbaj mend. Sot po të shkosh ta shohësh, e identifikon dot si Po, hotel? patjetër, nëse e shoh, më kujtoj. Po. Të kujtohet. Po. Të mbanin në dhomën vete, ata e paguanin, e bënin Po, pagesën? patjetër. Ata më mbanin dhe rrinte një policia aty që rrinte 24 orë me mua që më ruante. Flinte me ty apo Po, rrinte aty, kishte krevat. brenda dhomë? Brenda në dhomë, po. Dilte në Në një jashtë. në çka katit hotelit ke qëndruar? Nuk e mbaj mend, me thënë të drejtë, më duket se 2 a 3 nuk e di, se mbaj mend mi. Por e përsëris, ti po të shkosh e identifikon. Patjetër, Po po. pse të mbanin hotel kur procedura e donte që ti të jepje dëshminë dhe të lirohesh Po, ose jo. të mbahesh nëse kishin akuzë, se po flasim për periudhën Po. qershor, korrik, gusht, shtator, tetor, apo jo? Po. Kur të kanë mbajtur ty në hotele? Në qershor? Po? Po, qershor më kanë mbajtur. Edhe në komisariat më kanë mbajtur 24 orë, më mbanin atje me gjuanin edhe me libër, më ka gjuajtur me libër. Kush të ka gjuajtur? Vangjushi, nuk e mbaj mend mirë se kishte ai. Bën gjush Mengshi? Po. Ka gjuajtur me si me të ka Po, gjuajtur më me ka libër? gjuajtur me libër, Ku? ka qenë prapa me dhe më ka gjuajtur me libër prapa dhe më ka thënë që Me trego kokë, në kokë? në libër, po. Po? Dhe më ka thënë trego se kemi gjithë natën me ty këtu po presim. Çfarë ke thënë? Donte që të thosha unë të flisja. Si mund të flisja unë kur unë i thosha që nuk digja, nuk kanë fol, nuk kanë lidhje me këtë. Ai thoshte pranoj ti thuaj thoshe çfarë them unë. Po pse ishte ky presion? Ishte një presion, jo presion, po Martina Pajollari. Emri yt për herë të parë është përmendur nga babai i Martinit, Nevzat Çeço, i cili deklaroi se djali fliste me Tina Pajollari dhe me drejt sepse ajo që u zbulua ishte që ai të dashuronte ty personalisht, duke të parë nga Facebooku, por fizikisht ai kishte parë vajzën e byrektores Po. tek agjencia në Korçë. Tani ne kemi një dëshmi të parën tëndën se ti thua, okej, më kanë detyruar për të pranuar një gjë, po ti se ke pranuar. Në fillim ti ke thënë që po. Në atë dëshmi. Çka ka ndodhur në atë dëshmi kur ti ke pranuar që kanë qenë këta 3 persona, kanë folur, ke folur me Martinin, ata kanë folur më pas me ty? po. A mund të më Më ka shpjegosh? marrë në pyetje oficerja Klavo Ogrena. Po dhe më ka thënë nëse duhet ta pranosh, të thuash që janë këta, sepse do vesh në burg, do kalbesh në burg. Patjetër se unë isha dhe e vogël në atë moshë, më mblodhen 50 veta atje në kokë, ishin gjithë ata oficer policie. Ishin Nardi, ishin edhe sa të tjerë që unë nuk i mbaja mend. Po? Ishin gjithë ata dhe unë isha kalama, patjetër që unë isha shumë e friksuar. Në atë moment nuk dija çfarë po flisja, çfarë po thosha. Po mirë, dakord, se pyetja për njerëzit është, okej, ti e ke thënë versionin tënd nën presion. Po, Dakord? po. Ti qëndrojmë kësaj. Po. Po atëherë, nga dolën këto që ti ke qenë e lidhur me Valin? Vali është autori Valtermolla po flasim. Po, po. Sa ka të vërteta në këtë gjë? Asnjëherë nuk është e vërtetë. Po mirë, pse prodhove këtë dhe nuk prodhove për një person tjetër? Pse përmende këta? Po, sepse mori telefonat e mia e japi dhe pa mesazhe që unë kam fol edhe me Edlirin, edhe me të vllajën e Valit. Me Valin thjesht me numër mi ka rënë që flisja, po unë flisja për punën e baktive që unë vija Po pra, po me Valterin kishe folur 6 muaj më përpara, Po, mesazhi i patjetër se fundit. kisha një vit që unë nuk flisja me Po? Valterin. Po, Po pse përmende Valin? nuk e pa mesazhet ajo të gjitha atje dhe më tha, po për çfarë arsye tha ke folur me Me këta? Valin. Po. Apo po mirë, Me Valin. se Valin, pse zgjodhe thuash Vali dhe jo Edliri apo Emiliani? Më pa mesazhe që jo kisha fol në Çfarë mesazhe kishte? Në ku kisha me Edlirin kisha folur për që i kërkoja bakti, Po. që shkoja për lule. Po. Dhe ai më pyeste për lopët. Po. Do vesh ti marrësh Po. ku janë? Po. Po. Edhe ajo më thoshte që çfarë janë këto që ti ke folur dhe unë i thashë të vërtetën, jo nuk është kjo thoshte. Është keni vrarë Po.
Martini, jo, e kupton ti? Është kjo, thash, nuk është kjo, i thash. Po pse përmendë Valin pastaj? Sepse emrat që ishin aty, ata foli ajo, tha ata. Ti the po. Po, në moment që tha ajo. Po këtë që ke pas marrëdhënie dhe Bali të ka punuar që e vogël. Jo. Je sigur që se ke thënë? Po, jam shumë e sigurt. Nuk e ke thënë? Jo. Po nga doli kjo? Nuk e di. I qëndron me besniri këtij fakti që këtë pjesë shumë sepse fabula që u ndërtua dhe u tha Martina Pajollari pranoi që Walter Molla i kishte prodhuar që të vogël. Jo, nuk është. Kishte një lidhje 5 vjeçare të fshehtë mes tyre. Jo, I ke thënë këto? Jo. Të lutem, sepse ata mund t'i kenë të regjistruar këto. Patjetër mund t'i kenë, jo, nuk e kam thënë. Nuk e ke thënë? Jo, nuk e kam thënë. Okej. Po. Po pse Bariu, pse Edlieri? Pse i bëre të tre bashk? Apo kështu është e vërteta, domethënë se që ta kuptojmë pyetjen, ta kuptosh pyetjen dhe ta kuptoj për opinion publik. U tha që Martini pasi nga babai kishte folur me Tina Pajollarin, me një zë, po Tina Pajollari pretendonte. Ka folur me disa të tjerë që e kanë kërcënuar. Pse bëre këta të tre bashkë? Bledi, Edlierin, Vali. Si i bëre bashkë? Përse këta? Po insistoj prapë tek pyetja, përse këta të tre? Po, sepse ata shkrojti oficerja Klavo Grena. Ajo i shkrojti atij, i bëri gjitha letrat gati edhe tha firmosi. E lexove çapo firmosja? E lexove? Të parën jo, të dytën. Po, ishe ndërgjegjshme se po gënjeja apo po thoje të vërtetën atë gjë? E dija që nuk ishte e vërtetë. Po pse po e bëje? Çfarë vure në peshore? Në moment, jo do shkosh në burg, jo do marrësh kaq vjet, jo nëse ti nuk tregosh. Do rish në burg për jetë, se kaq vjet se tha, po. Do kalbesh në burg, tha. Po? Po, do kalbesh në burg, nëse ti nuk e pranon, nëse ti nuk e firmos këtë. Po. Kjo është e vërteta, se ne e dim. Po. Po, kjo ishte e gjitha. Ti e firmose nga frika që mos shkosh në burg? Po, patjetër se normal isha për herë të parë vajt atje, nuk e dija se çfarë ishte as burgu, as komisariati dhe as gjë. S'kishte qenë më përpara? Jo, asnjëherë. Po mirë, saj dëshmisë tënde i përforcohet pastaj dëshmia e mamas tënde Miranda, e cila paktën siç del në letra, thuhet që ka deklaruar të njëjtin version si ti në deklaratën e parë. Dhe pastaj po prapë edhe në maj 2023. Po patjetër, i tha ajo që e ka thënë çupa kështu dhe thuaj edhe ti. Normal. Pas kësaj deklarate se ne kemi bërë bashkë një intervistë në ato periudhën para se të arrestohesh. Kemi bërë një të parën këtu ku ti nuk doje të flisje, se ishe në një lloj trysnie nga policia. Dhe të dytën e kemi bërë brenda në shtëpi. Para se të arrestohesh. Tani ty policia thot ka një regjistrim audio të është marrë një dëshmi tjetër e regjistruar. Ku ka qenë prezente dhe Miranda mos gaboj? Të kujtohet një dëshmi tjetër ku ti rrëfen në mënyrë më të detajuar historinë? Të kujtohet? Më thënë drejtë, nuk kam vajtur, kam shumë dëshmi dhe nuk e se e marrë. Ku flet për numrin e telefonit, që Valteri merr në telefon Martinin dhe numrin e kishte vetë dhe e ka marrë me telefonin e tij të thjesht, pa internet. Jeni takuar tek Kasollja, Bariu, tek këto. Nga dolën këto. Kështu është e vërteta të lutem. Jo, nuk është fare e vërtetë. Unë me Valin kisha një vit që unë nuk flisja. Kisha një vit që nuk flisja. Prokuroria thot 6 muaj, po... Jo, kisha një vit që unë nuk flisja. Se shfare e drejtë. Gjatë kohës që ishe në paraburgim, kishte dikush, diçka, apo një motiv që të ndihmonte emocionalisht për të vazhduar përpara? Jo, ja kam dalë e vetëm, kam qenë gjithmonë me veten time. A mund të na tregosh ndonjë gjë që nuk e ka parë askush, nga ajo që ti ke kaluar në burg, nga ato ditë të vështira? Po, ditët kanë qenë gjithmonë çdo ditë të vështira. Si ta thash dhe më parë që në momentin që u arrestova dhe që mora 20 vjet, ato kanë qenë vitet më të këqija të jetës time. Në ato moment nuk po doja me as veten time. Nuk doja as veten? Po, patjetër, kam qenë shumë keq. Me kë ke folur, me kë ke biseduar në këri? Nuk doja të flisja fare me njëri. Po pse? Isha shumë e ngarkuar. Shumë. Po çfarë mendoje? Mendoja vetëm thosha që do rrinë në burg, si mora unë 20 vjet, në momentin që unë nuk kisha bërë asnjë gjë. Ndërkohë ti s'kisha as mbështetjen e të fejuar. Jo.
Jo, nuk prisja. Pra re në burg, Artioli tha që do të mbështes, nuk të mbështeti. Pra nga fakti që ti në re në burg patë edhe disa disfatat të tjera. Po. Qove dhe tani të emocionuar. Patjetër. Çfarë të dhëmb më shumë kur e kujton atë kohë që kishim në para burgin? Më thënë drejtën gjitha. Gjitha. Po. Qa për shumë? Të gjitha ditët që kaloja atje. Kur vija në gjyq, sa herë kisha gjyqe, thosha ç'a do bëhet. Sot që je në arrest shtëpia, ndihesh e lirë? E lirë, tani e lirë më thënë, po ndihem më e qetë, patjetër. Ndihem më e qetë se çisha. A ndihesh e gjykuar për diçka që thua se nuk është e vërtet për këtë histori? Edhe një herë të lutem? A ndihesh e gjykuar, e para gjykuar nga njerëzit, nga opinioni? Po. A ndihesh e para gjykuar për gjithë sa ka ndodhur, se gjithë narrativa e ngritur është që ti je strumbullari Po. I kësaj histori. Po. Më thënë të drejtën, tani njerëzit mund të thonë çfarë duan. Unë e di që unë një gjë që nuk e kam bërë. Jo njerëzit të thonë, po edhe Zoti se një gjë që unë nuk e kam bërë, nuk e kam bërë. S'është e vërtet. Gjithsesi njerëzit kanë mendimet e veta, mund të thonë çfarë të duan. A ke patur ndonjëherë marrëdhënie me Martin Çeçën? Jo, asnjëherë. Unë se kam pas njëherë, unë s'kam fol njëherë me atë. Nuk e njihja se kush ishte dhe si ishte. Asnjëherë, më ka çuar ftesë njëherë shumë para në Facebook, e kam fshirë dhe fare. Po mirë, u tha që është gjetur një foto e shkarkuar e jotje, që në telefonin tënd një foto e shkarkuar nga ti, nga Facebooku ati. Jo, se është telefonat aty i kanë t'japim se nuk e nxjerrin, ku e kam unë? Kush i ka përdor telefon? Pra aty Telefonat e mi? nga relacioni bërë nga Klau Ogrena dhe Leonard Drega thuhet që është konstatuar. Jo, kush e ka shkarkuar? Kush i ka përdor telefonat kur i arrestuar? Kur i arrestuar ata i kanë marrë telefonat. I kanë hapur? Po, patjetër. Klau Ogrena dhe ai kanë. Çfarë kanë parë? Ato të shkruara atë aty? Po, ato të shkruara që kanë ardhur, që ka thënë ajo që i kam hapur unë, kanë folur, ato i ka hapur vetëm me dorën e saj, ajo atje në sytim. Je sigurt për këtë që Shumë e sigurt, jam 100% e sigurt. I ka hapur vetëm me dorën e saj në syrin tim. Dhe çfarë thoshte? Ja, çfarë janë këto? Unë me të drejtë i thash që nuk i kam hapur dhe nuk e di, nuk i kam parë. Aty ishin vetëm bisedat që të shkruante ai apo kishe edhe ti që i kishe shkruar? Jo, vetë çka kishte shkruar ai. A ke qenë ndonjëherë në kontakt? Qoftë edhe një herë të vetëm, telefonik, pa morë, pra me të? Jo, fare, asnjëherë nuk ekziston fare. S'ke folur? Fare. Miranda Pajollari, mama e jote, ka thënë që ke folur. Po, e di që e ka thënë, po nuk është... Nuk është e vërtet? Jo, fare, jo. Unë e kam thënë dhe vetë vërtetën time në gjykat. Më ka çuar ftesë dhe unë e kam fshirë, nuk e kam pranuar. Kaq, asnjë mesazh, fare asnjë gjë fare. Telefonat i kanë, ti hapin, ti shohin të gjitha. Qoftë unë kam diçka atje? Je bindur sepse shumë e bindur. Shiko, unë kam qenë nga të parët, ndoshta të vetmit në gjitha të muaj, kam thënë me insistim fillim që kjo ngjarje nëse ka patur komunikim me Facebook siç pretendohet me Messenger, ishte shumë e lehtë të zbardhej duke ju drejtuar kompanisë Meta që ka pronësinë e Facebookut dhe çdo spekulim, çdo version do zbardhej dhe të gjithë personat do na dilnin sheshit pa pas nevojë për dëshmi se do ishin prova shkencore aty. Patjetër. U desh më shumë se 3 vjet që gjykatat në vend ta pranonin dhe duhet falenderuar gjykata apelit që e urdhëroi gjykatën e Korçës që ta bënte këtë veprim procedurial hetimor. Dhe dua të dal këtu në një pikë. Gjykata e Korçës është drejtuar Facebookut, kompanisë për të zbuluar nëse ka patur komunikime dhe me ty personalisht, Martina Pajollari, në të gjitha profilet e tua, apo me kë ka pas komunikim tjetër në atë periudhë. Dhe them, a mban përgjegjësi sot, para ligjit dhe përpara opinionit publik, për të vërtetën, ke folur ndonjëherë në telefon me zë apo me të shkruar me Martin Çeçën se pastaj fjala jote nuk do ketë vlerë se do vinë të vërtetat nga Facebooku. Po, të vinë me zi po i pres, në qoftë se unë kam folur ose të kem diçka atje, jo 20 vjet, po të më japin 30 vjet.
Nëse kam diçka unë atje në telefon dhe te me bindjen time me 100% jam shumë e sigurt që unë nuk kam fol fare. Sepse Facebooku edhe nëse i ke fshir ti kthen. Patjetër mund t'i kthejnë të gjitha t'i kthejnë. Je bindur? Jam shumë e bindur. E ja thu me kompetencë plot dhe familjarëve të Martinit. Shumë, me shumë bindje. Që ti s'ke folur asnjëherë? Kur fare, as edhe një herë. Po mirë, kur dëgjove për herë të parë për emrin e tij, për emrin e Martin Çeçës? Kur më çuan në komisariat. Se kishte dëgjuar më përpara? Jo, asnjëherë. Si e ke përjetuar faktin që u përfshive në një histori me një person që thua se nuk kishe lidhje, dashurie apo se nuk e njihje fare? Po. Si e ke përjetuar? Patjetër, shumë keq në momentin që unë as kam fol dhe nuk kam asnjë gjë me atë, vetë unë në burg për pas një gjë, është shumë e tmerrshme. Si ndodhi që u gjende duke dhe një dëshmi, më pas e ndryshove? Edhe sërish më pas e ndryshove, edhe sërish më pas e ndryshove. Çfarë ndodhi me ty, Tina? Vija thosha që doja gjithmonë që ta thosha të vërtetën. Në moment që vija aty, më ushtrojnë presion. Çfarë lloj presioni, konkretisht? Po më mbanin atje nga 24 orë, më bërtisnin, vinte ai aty thoshte mua do të varë këtu. Kush të thoshte? Se përgjigje nga ata oficerët, se nuk i mbaj mend, nuk i njoh të gjithë. Po lidhse tek Pucëve, çfarë është kjo historia lidhse? Po mi ka hequr, ka qenë Klau Ogrena, mi ka hequr lidhse tek Pucë, më ka thënë mua, hajde s'do ikësh në burg. Çfarë ke bërë pastaj? Ke shkuar prapë tek versioni që ishe? Patjetër. Po kur të kanë shoqëruar drejt Kolanecit? Sepse versioni i parë që ndërtoi policia duke u bazuar tek ajo dëshmi që ti thua që nuk është e vërtet, ato oficerët dhe prokuroria Ulivisi thotë që është e vërtet. Pastaj të çuan në Kolanec nga rruga e Legasit. Po. Çfarë të bën? A mund ma përshkruash atë ditë konkretisht? Ka qenë Klau Ogrena dhe Nardi. Po? Veç këta dy kanë qenë me mua në ato. Dhe më kanë thënë do shkoj në rrugës, me thënë drejtën i kam thënë që unë vetëm deri në Leka se di rrugën. Po? Nuk e di rrugën as andej as kthej. Dhe më ka thënë Klau edhe Nardi më ka thënë që në momenti që të shohim diçka neve në një vend, në një kur të zbresim poshtë, ti do ta bësh me gishtë dhe ne të bëjmë foto. E ke bërë? Patjetër që po e kam bërë, më kanë çuar, më çuan dhe atje më tha mua, prano shife se do të edhim me ty këtu rezervuar. Po ishe edhe tek rezervuari ku drejtoje gishtin? Po, në momentin ku kanë vajtur aty. Po. Pse? Më tha Nardi më tha që po s'kisha avokat gjithë atë periudhë? Jo, s'më thanë as për avokat as fare thanë. Ka sqaruar avokati yt tani që gjithë këto duke u vetë implikuar në këtë version, ti je implikuar, ke implikuar veten në dijeni, të paktën në dijeni të veprës penale. Dhe për mos kallëzim krimi ti duhet të ngrinin akuzë deri në atë, ose të ngrinin akuzë siç të ngritën për bashkëpunim në vrasje me radhë. Ti kanë sqaruar këtë gjëra atje në polici? Jo. Me Ulivisin prokurori, e takuar ndonjëherë? Po, më kanë çuar njerë oficerët e zyra e prokurorit. Po? Po, kam vajtur dhe prokurorët i kam thënë të vërtetën, ndërkohë që unë isha me prokurorin, ai bërtiste nga jashtë, ishte oficeri policisë, ata dy më kanë çuar. Klau Ogrena dhe Nardi. Kanë qenë te dera, ndërkohë që unë i tregoja të vërtetën prokurores. Të vërtetën që kam thënë, këta më kanë gjuajtur, më kanë kërcënuar dhe unë. Ja ke thënë këto Ulivisit? Patjetër, ja kam thënë mua në zyra e vet. Prishte te dera oficeri dhe më thoshte që mos gënje bërtiste që atje, ndërkohë prokuroria i ka thënë që dilni jashtë, lëreni të qetë Martinën se do flas unë me te. Fole? Sa qëndrova? Nuk e mbaj mend. Mbasi kanë arrestuar, ke takuar? Jo, para. Po, i kam vajtur dhe prokurorit ja kam thënë të gjitha, të vërtetën. Çfarë ka thënë prokuroria? Gjetën mbështetje nga ajo? Jo, nuk e thënë gjeta mbështetje. Thjesht më bënte pyetje dhe unë po i ktheja përgjigje. Ja kam thënë gjithë të vërtetën. Kur vendose të thuash që dhe të dalësh hapur që kjo nuk është e vërtetë, çfarë ndryshoi brenda teje? Teksa ti shkoj në polici, thoj atë. Pastaj dole the që nuk është e vërtetë. Po patjetër se në moment që unë vi atje ndihesha shumë. Pastaj këtu? Patjetër që kur dilja që ne ndihesha më e lirë, atje ndihesha shumë. Atë ka detyruar ndonjë gazetare, ndonjë media, gazetar, kundrejt përfitimeve financiare siç është përmendur në dosje, që ti të ndryshosh dëshmi dhe të thuash një version të pavërtet? Jo.
se përmendet një gazetar aty, që për mendimin tim ka bërë punën e vet me profesionalizëm edhe me sa shikohet në kontekstin e plot bruto, nuk ka një trysni ndaj teje. Ti ke thënë asaj që unë nuk e kam bërë, nuk janë këta, e kam thënë në presion. Po. Po? Ndërkohë policia të përgjonte dhe pastaj të nesëm të detyruan. Më kanë marrë, prapë më kanë çuar në komisariat dhe më kanë thënë që mos ja hap, mos i kthem më përgjigje, s'ke punë ti më atë. E dim ne, nuk e di ajo. Kjo ishte biseda e parë. Pas disa ditësh kam ardhur thjesht pa e patër dijenin për këtë, kam ardhur këtu dhe ju të kam parë në tension. Po. Pse nuk flisje? Kishe frikë, ishe i instruktuar nga ata? Po, kisha shumë frikë. Se ma thanë që s'ke punë të dalësh dhe të flasësh me ata se jemi ne. E dim ne, nuk e din ata. Dhe kush doj që të vi mos i dil fare. A je kërcënuar, trysnuar, shantazhuar, joshur nga familjarët e Walter Mollajt, Edlir Mollajt për të ndryshuar dëshminë? Jo, fare. Jo. E thua me bindje këtë? Me bindje, shumë. Fare, nuk. Pastaj, kur u arrestove ti, të gjithë hetuesit të policisë dhe prokurorisë menduan se Tina tashmë do dorëzohet dhe do t'i rri versionit parë që ata kanë shkruar që është implikuar në ngjarje. Ti nuk ndryshove më. Pse vendose që pavarësisht se po të arrestonin, ti mos ta ndryshoje më dëshminë me çdo lloj kosto? Ti qëndroje kësaj të vërtetës që ti thua që nuk ka marrë pjesë në ngjarje. Po, patjetër. Ku e gjete forcën për të qëndruar kësaj? Patjetër, e gjeta forcën sepse nuk shkoj një herë, shkoj dy herë, u lodha, nuk s'po mundesh me. Do them tash vetëm të vërtetën të më çojnë, por po ka për të më çuar, le të më çojnë. Nuk pate më momente hezitimi? Jo. Në ato moment unë i dash vetes kuraj dhe thash, unë do shkoj dhe do them vetëm të vërtetën. A ndjesh e keq kuptuar sot nga publiku kur e dëgjon historinë tënde sërish? Po, patjetër. Përse? Patjetër, sepse njerëzit flasin dhe nuk e dinë se si është e vërteta. Patjetër që se e dinë, se ato e di vetëm unë. Cila është ajo e vërteta? Mund t'ja u themi publikut sot sërish? E vërteta është që unë s'kam pik lidhje në këtë ngjarje, e para dhe e dyta s'kam fol kurrë me atë djalin. Më vjen shumë keq, patjetër, sepse ishte çun i ri, ama të dalë e vërteta dhe ta gjejnë se kush e ka bërë. Se nuk kemi neve ata që. Po mirë, nëse se ke përmend, si ndihesh? Përmendesh një histori që lidhet me humbjen e jetës Martin Çeçës dhe një histori e cila s'po merr zgjidhje. Patjetër. Si ndihesh? Normal që nuk ndihem mirë. Sepse unë dua që të dali sa më shpejt e vërteta. Të dali e vërteta tash kush e ka bërë. Kush janë autorët e vërtetë. Çfarë do doje ti që njerëzit të kuptonin në këtë histori, në këtë pjesë të rrëfimit tënd? Çfarë do doje me vendosmëri? Tani unë nuk e di se çfarë mendje kanë njerëzit, po duhet të dinë dhe ta mësojnë të vërtetën. Cila është e vërteta? A mund ta ripërsërisim? Patjetër, e vërteta ime është, e kam thënë dhe e them deri në fund që s'kam lidhje me atë, nuk jam pjesë e asaj ngjarjeje, nuk ekziston fare. A ndjen ndonjë përgjegjësi morale edhe pse thuan nuk ke patur lidhje në këtë histori, në kuptimin që një person ka emrin tënd, ka fytyrën tënde, shkruan, nuk merr përgjigje, apo nuk kanë, nuk është se ndjen ndonjë. Ka qenë puna e tij. Patjetër. Patjetër, njerëzit kanë gjithë mendimet e veta, mund të bëjnë çfarë duan. Unë për vete time ditë të them që as kam fol, as e njifja, as i kam shkruar telefonat janë atje, ti hapin, ti shohin të gjitha, nëse unë kam një mesazh apo diçka tjetër. Martina, doja të pyesja pak për Artionin. Personin me të cilin ti u fejove gjatë kohës që u mor vesh kjo historia Martinit dhe që u përfol edhe nga policia si ishte një fejes e shtirur, e imponuar, e sajuar. Çfarë mund të më thuash për këtë fejes? Jo, s'ka qenë fare ashtu. Si u njohët? E kam njohur këtu. Unë kisha, me thënë të drejtë, nuk kisha kohë më parë që unë flisja në telefon. Po, vinte këtu me baktit. Po. Po, dhe në momentin që ai ka ikur andej dhe më tha, do të vish me mua? Të çoj të shtëpia? Po, i thash pse jo. Dhe unë shkova, unë nuk kam ikur për të keq, se jo se jam në këtë dhe jo, nuk e kam pas fare në mend atë. Se unë po t'isha shumë. U lidhët me njëri tjetrin? Po, patjetër. Një lidhje dashuri. Po, se kam folë dhe më parë,
Kisha kohë që flisja edhe më pak. Edhe para, kur thua para sa? Edhe në para qershorit? Po. Kishe Po, komunikim? Flisja, po. Kam pas komunikim, po. Flisja. Kur u lidhët me njëri tjetër? Po, se mbajmë të mirë, po. Qershor, korriku. Qershor, korriku. Po. Sot jeni të ndarë? Po. Përse? Dua të dëgjoj versionin tënd. Po, patjetër. Se në moment që ai më mori dhe unë ja kam shpjeguar, i kam thënë që unë jam në këtë histori që ai dinte shumë mirë dhe më ka thënë, do më kesh mua deri në fund, unë do jem pranë teje. Dhe këto ti ka thënë para se sa të merrte në Vlorë, po? Para, po. Mhm. Në moment që unë shkova më arrestuan, shkova në burg, ai nuk u përgjigj, nuk përgjigje. Se këtu do ndalemi pak. Po. Kam qenë në shtëpinë tuaj kur është marrë një intervistë nga ana ime, Po. Artioni, dhe ka thënë që unë do t'i gjendem Tinës deri në fund, e kam dashuri të sinqert, e dua gjithçka. E ke parë, ke arritur ta shohësh këtë intervistë? Jo, nuk e mbaj mend. Po të njëjtën gjë ka thënë dhe mua. Po, dhe ka dhënë garanci që do të qëndronte pranë teje edhe pse ishe në burg. Po. Të njëjtën gjë ka thënë dhe mua, po nuk e bëri. Ç'a ndodhi? Nuk u përgjigj. Nuk u përgjigj as për një gjë. Asgjë. Asgjë fare. Erdhi në burg të takonte? Jo, asnjëherë. Po, unë ne folëm para pak javësh me të dhe tha, jemi ndarë, Po. se për historinë që tha që u dolën shumë fjalë, dolën shumë gjëra, dolën... Jo, sa është e vërtet. Në Po, moment për qa? që ai nuk u përgjigj, unë i më mora në telefon dhe i thash, vazhdo punën tënde se unë s'ke më punë me mua, unë nuk të marr më, i thash. Në momentin që ai nuk përgjigjte, për çfarë ta mbaja unë, më fal. Ai nuk merrte as karta për të folur për veten e vet. Normal se unë atje nuk e kisha, atje duhet merrje karta që të flisje. Ti paguaj, pra i kërkonte që t'ja blije ti nga burgu që të Po, flisë. patjetër që të flisja. Dhe unë i thash, vazhdo punën tënde, unë s'kam, nuk mundem me, thash që unë të marr. Shkova te psikologja, e kam mbyllur numrin, dhe s'kam pasur me Komunikimet të. Po. Ndjesh e brengosur, e ndjeve trishtim në atë moment kur edhe kjo lidhje s'po të funksiononte? Patjetër, se unë ndjeva dhe keq në moment që tjetri të thotë që unë do të të përgjigjem deri në fund, dhe sa unë nuk futa në burg dhe ai nuk u përgjigj, patjetër që po megjithatë çdo njeri tregon veten e vet, se unë jam ku jam prap sot mas 3 vjetësh. Jashtë. Patjetër që po. Kujtovi se nuk do dilja, po ç'a do kujtonte, nuk e di. A foli me Artionin pasi dole nga burgu kur erdhe në shtëpi? Patjetër, e mora në telefon dhe i kam thënë, qa janë ato muhabete që ti ke folur nëpër televizora nëpër? S'kam thënë asgjë, tha. Mos thuaj mua asgjë. Por ç'a po i kërkoj o llogari? I thash, më fal, i thash, kush t'ka kërkuar ty? Sa i kishte thënë që unë më vjen turp nga opinioni, që ta mbaj atë tani prap, të kthehet. Më fal, kush e kërkovi atë që unë do kthehesha prap te ai njëri? Edhe unë i thash, të kërkovi njëri ty? Jo, tha, po unë s'kam thënë kështu, mos gënje, thash, unë i kam dëgjuar vetëm me vesh të mirë. Gjithsesi, i thash, çdo njeri tregon fytyrën e vet, mirupafshim, tash kalofsh mirë. Po sot ku është ai? Sot është në burg. Është në burg pse? Po. Për dhunë familje, nuk e di, dhe armbajtje pa leje. Çka? Ka hyrë 2 ditë pasi dola unë. Kjo të duket si një lloj shpërblimi, shpagese? Patjetër. Vjen të qeshesh në këtë moment? Pse? Më vjen se ka ndodhur në moment që sapo dola unë. 2 ditë, as 2 ditë kisha që nuk dola unë ai. Dhe i thaj, po jam në një njohje me dikë tjetër. Po. Kështu kishte thënë, jam në një njohje me dikë tjetër. Po, për fat keq është brenda. Si është liria për ty sot kur nuk je e lirë? Se po ik nga tema e të fejuara, se besoj u sqarua. Po. Si është liria kur ti nuk je e lirë? Pra, jemi në fshat dhe jemi këtu ngjitur me murin e shtëpisë tënde. Po. Se s'lejohet më shumë. Po. Ti shikon, por nuk del dot më shumë se sa këtu. Te shkalla. Po. Po, patjetër, mund dalë deri. Si ndihesh? Patjetër që nuk ndihem mirë, se por jam e qetë, sepse jam në shtëpi, ndihem e qetë. Unë konstatoj që ti je më e fortë se ç'ke qenë. Po, është e vërtet, jam shumë e fortë. Përse? Ç'a të ka bërë më të fortë? Patjetër, burgu, të gjitha. Kam kaluar shumë gjëra të këqija e gjitha. Dhe ja ku jam sot, prap, jam e fortë. Dhe do vazhdoj të jem deri në fund. Nuk do dorëzohesh? Asnjë. Nga çfarë ke më shumë frikë sot? Mirë që nuk dorëzohesh, po frikë nga se ke sot. Ke sot frikë nga ndonjë gjë? Jo, fare, asnjë gjë. Po nëse të kthej në burg, si do ndihesh?
Tani, nëse gjykata e mendon ashtu, Ti nuk do t'i fshihesh drejtësisë. jo, patjetër që jo. Jo, s'ekziston fare. Unë mezi po pres dhe dua që drejtësia të dali sa më shpejt. Po e kërkon sa më shpejt. Patjetër Nëse të dali. Nëse familja Martin Çeços Po. do ta dëgjoj këtë intervistë. Po. Besoj se do ta dëgjojnë. Po. Çfarë do t'ju thoje atyre specifikisht? Patjetër, mua më vjen shumë keq për familja dhe Martinit dhe Martin bashkë, por më vjen shumë keq se nuk jam unë ajo që ata pretendojnë sepse jam unë në këtë pjesë. Ta din dhe ja u them me sigurinë më të madhe që nuk jam unë. Të dalë e vërteta, ta shohin të vërtetën. Nuk je ti kush, personi që ka komunikuar Personi patjetër që ata pretendojnë se jam unë, sikur kanë folur me Martinin. Ta harrojnë, ta heqin nga mendja sepse nuk jam unë. Ja them me 100% lidhje. Me sigurinë më të madhe. Je gati të përballësh nëse do të kërkohet me ta? Patjetër që po. Je përballur me babain e Martinit në gjyq? Po, kanë qenë në sallë gjyqi, Po. po. Po, kanë qenë. Ke folur me ta, po Jo, ke unë dëgjuar jo, nga jo. ata? Po, kam dëgjuar kur bërtiste e motra. Fjalë banale gjitha ka qenë atje në seancë të apelit. Po se motra është një ngarkesë e cila i vjen për shkak të versionit që ka ngritur dhe ka ndërtuar prokuroria. Po, edhe ka ardhur. Çfarë do t'i thojë motrës? Në rast Vllajt më vjen Martinit? shumë keq për vllajin e vet, ama s'jam unë ajo që kanë folur me atë dhe Je bindur që s'do dalë asgjë nga Facebooku? patjetër shumë e bindur. Po dal. Po dal, patjetër më çojnë burgë të më japin edhe një 30 vjet, jo 20. Po ti je bindur që s'do të ketë. Jam shumë e bindur sepse e di që nuk kam fol kurrë. Po mi pse ndërtoi prokuroria këtë version? Pse i duhesh ky version prokurorisë? Po ku ta din dhe të vëshë prokurori? Unë për vetë time e them me bindjen time me 100% që as kam fol dhe as nuk e njeh atë gjë. Edhe vazhdoj ta them deri në fund. A beson sot ke drejtësia? Po tani shpresoj. Shpresoj që dali drejtësia sa më shpejt. Si për neve dhe për anën e babajin dhe për motrën e aty, që ta marrin vesh të vërtetën dhe ata se kush është. Dhe kush janë autorët e vërtetë. A ndihesh e tradhtuar sot pas 3 vitesh e gjysmë dhe nga kush? E tradhtuar? Jo, E prerë në besë, gjitha këto? Po, për këto sa po folëm? Për ishte të fejuar? Patjetër, për këtë, për ndonjë gjë tjetër jo, se s'kam pas ndonjë. Duhet ndalem pak tek data 12. Ti ke përmendur në një pjesë të dëshmisë tënde flet për një vajzë rreth 13-14 vjeç, po, me inicialet RK, e cila është nga fshati juaj, po, por ka babaj nga Kolaneci, po, me cilën je shoqëruar dhe ke takuar një banor të fshatit këtu. Po, po. Shteta Sinahë, se janë njerëz tërësisht jashtë gjës. Po. Çka ka ndodhur ditë? Pra, ajo nga Kolaneci dhe kur lexon thua, opa, kjo vajza nga Kolaneci, Martina pretendohet ka folur me Martinin nga Kolaneci. Ajo ka qenë para se të ndodhte kjo. Pas ditën e datës 12, ëh? Ka qenë para. Po. Para se të ndodhte kjo. Të rinte këtu me mua, luanim bashkë, patjetër se unë kam qenë e vogël, rinim gjithë ditën bashkë, dilnim. Po mirë, Martinin që të shkruante. Po? E ke lexuar ndonjëherë? Jo. Po një herë e ke lexuar, më duket, që të ka shkruar. Mesazhet, se ke lexuar asnjë mesazh Martinit? Jo, çfarë mesazhe që kanë ardhur atij? Të ka bërë friends request, të ka bërë friends request, pra kërkesë përmirësi të ka bërë. Po, e ka bërë, unë e kam shih, po. E pe që ishte nga Kolaneci? Jo. Se pe? Jo. Me këtë vajzën. Po? Ke folur ndonjëherë për Martinin? Jo, asnjëherë. Gjatë asaj dite? Jo, fare. Përpara asaj dite? Fare. Pas asaj dite? As edhe një. Po kur u morë vesh që kishte ndruar jetë Martin Çeço nga Kolaneci? Po? Pate mundësi që kur doli emri doli emri Valterit, Edlirit, Dedit e më radhë. Pate mundësi të flisje me të, ta pyesje, të pyeste, qoftë? Jo, fare, jo. Ti ke deklaruar se ke patur njohje, kontakt apo lidhje dashurie, nuk e di se si ta them, me 2 persona në fshatrat këtu, ëh? Po. Po? Është e vërtet? Po. E pranonte? Po, patjetër. Okej. Gjatë asaj periudhe? Po, gjatë asaj periudhe. Okej. Me cilët s'ke më kontakte asgjë? Asnjë fare, jo. Kur u mësua kjo histori për Martin Çeçon,
pat ndonjë reagim nga ata, apo u friksuan dhe nuk patën më kontakt me ty? Jo, pata nuk kam pasur me kontakt. Fare, as me një. E kuptoj. A mendon se kur dale vërteta, Po? ka nevojë që dikush të të kërkoj falje, të të sqaroj, më thënë, nëse është kështu siç thua ti, Po, dhe siç pretendon ti, Po. që ti je pafajshme. Çfarë do kërkoje kur dalesh e pafajshme? Çfarë do bëje? Në Patjetër, kuptimin unë do vazhdoj me kokën lart siç kam vazhduar. S'ka asnjë ndryshim për mua, unë e kam thënë që fillimin do vazhdoj ta them. Unë kam qenë me kokën lart si në burg edhe jashtë dhe do vazhdoj të jem deri në fund sa drejtësia të vihet në vend. do vazhdosh të jetosh këtu apo do jetosh diku tjetër? Patjetër, për momentin jam këtu sepse jam marrë shtëpi. Në momentin që të lirohem apo nuk e di çfarë do bëj, patjetër pastaj të shoh, nuk e di. Mendon të rilidhesh me dikë tjetër, të krijosh familje, domethënë është familja në prioritetin tënd, Patjetër, megjithse po. duhet të themi që ti je ende e re, 21 vjeç, apo jo? Po, patjetër që jo, lidhje. Familje mase jo, po lidhje. Për momentin Besoj. thua. Jo, tani jo. Në të ardhmen. Po. Familje jo, Patjetër dhe familje. patjetër dhe familje. Patjetër. Pas disa vitesh. Po, patjetër. Nuk i ke humbur shpresat dhe në këtë drejtim. Jo, asnjë, jo. Sot në rreth shtëpie Po. janë dhe dy bashkëshatarët e tu, Edlieri dhe Valteri, që janë disa metra larg më tutje. Po. Ke patur mundësi të kontaktosh me ta? Jo. Asnjë lloj kontakti? Jo, fare. Me asnjërin prej Me tyre? asnjërin. As me telefon, as Jo, fizikisht? jo. I ke parë intervistat e tyre? Po, i kam parë. Qa përshtypje t'japin? Si më japin në përshtypje, ata kanë thënë të vërtetën. Të vërtetën e tyre? Patjetër, të vërtetën e tyre kanë thënë. Siç sot edhe unë po them timen, patjetër ata kanë thënë të tyre. Ke ndonjë merak për pjesën e oficerëve të policisë, atyre që ti pretendon se ta kanë sajuar këtë gjë? Po? Ke ndonjë gjë për t'ju thënë? Atyre që, sepse nëse është kështu siç thua ti, atëherë Po. ju kanë futur një telash që nuk Patjetër. të një ngjarje që nuk ekziston. Po, patjetër që po. Çfarë mund t'ju thuash? Se ma ka thënë dhe kur më ka arrestuar më ka thënë Klau, ja që do kalbesh në burg, mezi po pret të dalë e vërteta, edhe ta shohim pastaj, ta shohim mirë ajo burgun me të gjitha. Pra do t'i thuash ja ku jam, s'jam unë Patjetër, fajtorja. ja ku jam do Në t'i këtë them, kontekst apo jo? patjetër, them ja ku jam do t'i them, më fute në burg, kam bërë 3 vjet e ja ku dola sot me kokën lart kam hyrë dhe me kokën lart dola. Patjetër që po. A ke i nat ndaj ndonjë personi? Jo. I nat, nat. mëri. Pra i nat për gjithë sa ka ndodhur. Po, patjetër që po, sepse është e vërtetë që mund të bëj natë, sepse është një gjë që nuk ka ndodhur, nuk është e vërtetë. Patjetër që po. 3 vjet burg i kam bërë. Për çfarë? Për një gjë. A ndjen vetëm përgjegjëse për ato dëshmi që ke dhënë të pavërteta, që pavërteta sipas asaj që thua ti, që i kam folur e këto, e ndjen vetëm përgjegjëse, po t'ishe treguar më e fortë? Po, Siç patjetër. dukesh Po, sot? do doja që t'isha shumë, edhe siç jam sot do doja që t'isha edhe në ndrim, po nuk ndodhi sepse isha e vogël, herë e parë nuk dija, kërcënime po, tortura po, ka ndodhur të gjitha, aq më tepër kam qenë dhe e vogël. Po pse s'bëre kallëzim? Ti e pyet dhe në gjykat, pse s'bëre kallëzim? Në gjykatë kam thënë të vërtetën. E kam Jo, thënë siç më tham, ndodhi atje. pse nuk bëre kallëzim? Ke pas gjithë këto situata apo s'ke ditur? Patjetër që nuk e dija, se po ta dija do ta kisha bërë. Mamaja jote në një prej përgjimeve që ka policia dhe prokuroria të datës 21 qershor të vitit 2022, Po? Flet me dajën tënd Lanin. Po. Ndër të tjera i thotë që po ne e dim se janë 3 djem nga Pogradeci. Po? Kam dëgjuar se janë 3 djem nga Pogradeci, na kanë thënë. Po. Nga e kanë nxjerr mamaja jote këtë? Mami, në të ndërë në fshat atje ku e mori veshaj, po pse ti mbaste ka dëgjuar nga një person tjetër? Se nuk përflitesh e fare asnjë nga Pogradeci. Po, mbase ka dëgjuar nga një person tjetër, nga një njeri tjetër. Nuk e di. A të vjen keq që dikush e ka përdorur emrin tënd dhe për emrin tënd sot një person, një njeri i tërësisht i pafajshëm, Po. Martin Çeço, nuk rron? Po, patjetër që më vjen. Kush mund të jetë personi që t'ja ketë dhënë emrin tënd Martinit dhe ta ketë mashtruar, se sa kemi zbuluar Martini shifte një vajzë tek agjencia tham, ndërkohë në Facebook e kishin thënë që kjo vajza ka emrin Tina
dhe po t'ju shohësh juve në Facebook, keni një lloj ngjashmërie. Më thënë, nuk e di, nuk e e di se E kush ke e ka kuriozitetin e kësaj gjëje, je munduar ta zbulosh. Patjetër e dua shumë, se kush e ka dhënë, por nuk e di se kush. Çfarë ke për të thënë tani në fund? Të kësaj interviste, e cila shpresoj mos jetë e fundit, por në këtë fazë të çështjes dhe gjykimit është sigurisht një dhënë e re e vlefshme dhe ne sot kemi bashkë mundësi të flasim dhe folëm për shumë zhvillime të cilat nuk kemi patur mundësi bashkë apo ti për opinionin publik ti komunikosh. Po, patjetër. Në radhë të parë po i them edhe një familjarëve të Martinit që nuk jam unë ajo që ata pretendojnë se kanë folur unë. Gjithsesi ne do presim derisa e vërteta të dali dhe do vazhdoj të qëndroj të vërtetës time deri në fund, derisa e vërteta të dali. Okej. Faleminderit Martina për gjithë të intervistet dhe për gjithë të komunikimin që kemi pas. Faleminderit dhe juve që erdhët deri këtu.